Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama i përgjigjet ftesës së Trump për bordin e paqes, prania në organizatësh ndër për Shqipërinë jemi krah SBA për paqe në botë. Nis faza e re negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, qeveria synon të mbyllë deri në 16 kapituj brenda vitit 12 nisma ligjore janë në kuvend. Ngjarje tronditëse në Fushkruj, drejtuesit e 2 automjeteve konfliktohen me sende të forta për fërkimin e makinave, njëri prej tyre humbi jetën. Jemi qërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Ftesa e presidentit Trump për bordin e paqes është pranuar nga kryeministri Rama. Në një letër dërguar kreut të Shtëpisë së Bardhë, Rama shkruan se është një nder për Shqipërinë prania në këtë organizat. Kryeministri vlerëson nismën e Trumpit, pasi sipas tij, paqja duhet të formësohet aktivisht e jo të pritet pasivisht apo të diskutohet pafundësisht nëpër forume politike. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur pozitivisht ftesës së presidentit amerikan Donald Trump, që Shqipëria të bëhet anëtare e bordit të paqes për rindërtimin e Gazës. Në një kohë kur konfliktet dhe përçarja dominojnë shumë shpesh panoramën ndërkombëtare, paqja duhet të formësohet aktivisht, e jo të pritet pasivisht, a diskutohet pafundësisht në forume politike, teksa përreth globit jetë të pafajshme humbasin kotësisht çdo minutë. Bordi i paqes shfaqet si mishërimi kësaj domosdoshmërie urgjente. Në një reagim në rrjetin social X, kreu i qeverisë thekson se ky bord duhet të veprojë në terren, pasi nuk është koha për të bërë vetëm deklarata. Kur filtrohet pafundësisht përmes shtresave të procedurave, paqja shumë shpesh mbërrin tepër vonë. Kjo nismë mishëron me plot të drejtë kuptimin se koha, qartësia e mandatit dhe përgjegjësia personale në nivelin më të lartë janë vetë instrumente të paqes. Dhe njëherë, Rama sqaroi linjën në të cilën qëndron Shqipëria, si një aleate e SBA. Në këtë frymë të qëndrueshme partneriteti, dëshiroj të ritheksoj se Republika e Shqipërisë qëndron me vendosmëri për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të gjitha përpjekjet për promovimin e paqes, sigurisë dhe angazhimit konstruktiv global. Tashmë aderimi i Shqipërisë për të marrë pjesë në bordin e paqes duhet të kalojë për miratim në kuvendin e Shqipërisë. Brenda këtij viti, qeveria shqiptare synon të finalizojë mbylljen e 16 kapitujve në procesin e negociatave. Shqipëria tashmë ka hyrë në një fazë të re dhe puna kryesore i takon edhe kuvendit, që duhet të përmbush në kohë 12 nisma ligjore të rëndësishme. Shqipëria synon që brenda këtij viti të mbyllë 10 deri në 16 kapituj të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Në një konferencë për mediat, krye negociatorja Majlinda Dhuka u shpreh se vendi ynë nuk ka një plan B sa i përket negociatave, pasi gjithçka është gati për të përmbushur kushtet e Unionit brenda afatit kohor. Ne kemi në objektiv që të përgatisim teknikisht të paktën 10 deri në 16 kapituj. Sigurisht, ky është një parashikim paraprak. Kuvendi ka një mbingarkesë jo vetëm me miratimin e ligjeve, por edhe për shkak të bojkotit të opozitës në komisionet e posaçme. Për këtë çështje përgjigjen edhe ministri për marrëdhëniet me parlamentin Toni Gogu, i cili u shpreh se Bashkimi Evropian nuk pret. Në momentin që ne do presim deri në sekondën e fundit, po kur makinisti i trenit thot ky tren lëviz tani nga stacioni, atë tren e presin gjithë shqiptarët. Pra të gjithë duam të mbrim në Bruksel dhe Brukseli të mbri një orë më parë në çdo shtëpi shqiptare. Pikërisht për integrimin, kuvendi tashmë ka në dorë 12 nisma të reja ligjore, të cilat përshpejtojnë procesin, luftën kundër krimit të organizuar, barazinë dhe drejtësinë sociale dhe parandalimin e korrupsionit. Mbasi të marrim vlerësimin pozitiv pa paragjykuar qëndrimin e vendeve anëtare dhe kur kjo të ndodh, shpresojmë së shpejti, po ne presim me durim, me besim të vlerësim, atëherë Shqipëria mund të kapërcej në kurin tjetër kilometrik të rrugës së negociatave
që është mbyllja e negociatave. Gjatë konferencës, krye negociatorja Dhuka hodhi poshtë pretendimet se Komisioni Evropian ka pezulluar fondet për digitalizimin. Ajo theksoi se deri në këtë moment nuk kanë asnjë komunikim nga KE për një mas të tillë, qëndrimi mbajtur edhe nga vetë Brukseli zyrtar. Të cilat i kanë Ndryshimet në ligjet bazë të reformës në drejtësi janë kaluar këtë të martë vetëm me votat e socialistëve. Kryetari i Komisionit për Mbikëqyrjen Institucionale Fatmir Xhafaj lajmëroi të tjera ndërhyrje që sipas tij shërben zgjidhjes së problemeve brenda sistemeve. Mazhoranca socialiste miratoje vetëm ndryshimin e 2 ligjeve bazë të reformës në drejtësi, ligjin për statusin e gjyqtarëve prokurorëve dhe ligjin për qeverisjen e organeve të sistemit të drejtësisë. Fatmir Xhafaj, kryetari i Komisionit për Mbikëqyrjen Institucionale, shpjegoi se miratimi i këtyre ndryshimeve është kërkesë e Bashkimit Evropian. Të dy projektet kanë marrë dritën jeshile të Komisionit Evropian me kushtin që duhen miratuar pa ndryshime mbas këtij konsensusi ose certifikimi prej tyre dhe biles edhe me një afat të caktuar brenda datës 27 janar siç është thënë së paku. Nëse ne duhem të avancojmë më tej me procesin e negociatave. Ky është gjithashtu një tjetër fakt. Në këto rrethana për ne ka vetëm një alternativë pa kosto për integrimin, pra që është objektivi madhor i vendit, që ti miratojnë këto projekte në tërësinë e tyre. Ndryshimet synon të forcojnë vettingun për anëtarët jo magjistrat, Këshillit Lart Prokurorisë dhe atij gjyqësor, duke bërë që mbi ta të ushtrohet i njëjti kontroll që ushtrohet sot mbi prokurorët dhe gjyqtarët. Por për Fatmir Xhafën, i cili ka udhëhequr në emër të Partisë Socialiste reformën në drejtësi në vitet 2015-2016, këto ndryshime nuk mjaftojnë. Xhafaj ka paralajmëruar se këto ligje sërish do ndryshohen për t'u dhënë zgjidhje problemeve me të cilat përballet sot sistemi i drejtësisë. A ka problem më të madh sot se eficienca e sistemit, se situata që kemi me backlogun, me zvarritjet e pajisigurat çështjeve hetimore dhe gjyqësore? Sigurisht që jo. Ashtu siç e trajtuan me shumë të drejtë të dy kolegët e mi relator. Por këto janë dy ligje në të cilat kërkohet ndërhyrje për zgjidhjen e kësaj çështje. Po me amendamentet që miratojmë me këto dy propozime, ne i kalojmë anash këtij problemi. Opozita e bojkotoi mbledhjen e komisionit pasi demokratët kanë marrë porosi që përgjatë gjithë kësaj jave të punojnë për organizimin e protestës së 24 janarit. Por përtej kësaj, PD ka vendosur të mos bëhet pjesë e ndryshimeve në ligjet e reformës në drejtësi, pasi në këndvështrimin e saj ndërhyrja duhet jetë më e thellë. Të dy ligjet kërkojnë 84 vota për të miratuar, por Partia Socialiste së bashku me PSD-n e Tom Doshit ka 86 mandate, nuk ka asnjë problem për të ndryshuar ligjet e kësaj reforme. 6 deputetë të opozitës janë ndëshkuar me përjashtim nga punimet e parlamentit deri në datën 3 mars. Vendimi i shumicës socialiste erdhi pas përplasjeve të forta në kuvend në seancën e 18 dhjetorit. Mazhoranca socialiste në byron e kuvendit konfirmoi përjashtimin nga parlamenti të 6 deputetëve të Partisë Demokratike deri në datën 3 mars. Se po shpallet armik opozita. Mbledhja e byros u shoqërua me debate mes mazhorancës dhe deputetëve të opozitës, të cilët akuzuan Partinë Socialiste për shkelje rregullores. Edi Rama kërkon të marrë peng parlamentin dhe në vend që të marrë masa për të përjashtuar Belindën, përjashton opozitën. Në vend që të marrë masa ndaj Gysa-Gasit, Mirlindës dhe të tjerëve, merr masa ndaj deputetëve të opozitës. Deputetët Flamur Noka, Belind Klliçi, Elda Hoti, Albana Vokshi, Klevis Balliu e Fidel Kreka u përjashtuan për shkak se në seancën e 18 dhjetorit, në shenjë proteste ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila po hetohet nga Spaku, ndezën Flakadan e bllokuan zhvillimin normal të kuvendit. Vendimi për përjashtimin e tyre me 30 ditë u mor në mbledhjen e sekretariatit në datën 23 dhjetor. PD-ja ankimoi vendimin për përjashtimin në byro, e cila sipas rregullores duhet ishte mbledhur brenda 48 orëve. Por socialistët e mblodhën sot byron e masa ndëshkimore ndaj deputetëve të opozitës nis nga data 20 janar, e duke mos llogaritur ditët e pushimit, ajo zgjat deri në 3 mars. Ndaj praktikisht deputetët demokratë do të mungojnë në parlament jo 30 ditë, por 2 muaj e gjysmë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar me tone të forta ndaj procesi që po zhvillohet në gjykatën kushtetuese. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama shpreh se seanca, e cila sipas tij fatkeqësisht nuk po transmetohet drejt për shkaqe teknike, është imponuar nga 2 shoqata gjyqtarësh që synojnë rritjen e pagave të tyre në mënyrë arbitrare.
janë kategoria më e lartë e paguar si rezultati i mbështetjes që kjo shumicë qeverisëse i dha për hir të reformës në drejtësi pushteti gjyqësor. Tani këta duan që në përjetësi t'u jepet e drejta të arrisin vetë rrogën sa herë rriten pagat e tjera, thuhet në reagimin e shefit të qeverisë. Mëtej Rama thot, ky është një skandal logjik, moral, ligjor dhe kushtetues, të cilin uroj që gjykata kushtetuese të mos e lejoj kurrësesi të kthehet në një turp kombëtar. Drejtësinë, përmirësuar arsimin dhe shëndetësinë. Një ngjarje e rëndë ndodhi në orët e vona të së hënës pranë fushkrujës. Drejtuesit e dy automjeteve janë konfliktuar me njëri tjetrin për fërkimin e makinave në rrugë. Njëri prej tyre dyshohet se qelloi shoferin, tjetër me sende të forta duke i shkaktuar vdekjen. Autori i dyshuar është arrestuar nga policia, ndërsa gjatë marrjes në pyetje ai e ka mohuar krimin. Për fërkimin e automjeteve i ka kushtuar jetën një 57 vjeçari. Ngjarja e rëndë ndodhi pak pas mesnatë në afërsi të fushkrujës. Sipas policisë, 28 vjeçari Andi Vokri nga Thumana ka goditur me çekiç në kokë 57 vjeçarin Petrit Ndou, i cili si pasojë e goditjeve ka humbur jetën. Blut bëjnë me dije se gjithçka nisi me një konflikt verbal mes tyre se kush kaloni pari me makinë. Ngjarja ka ndodhur në aksin Thuman-Krujë, në një rrugë rurale pranë fshatit Bushnesh. I riu arrestua nga uniformat blu menjëherë, teksa në komisariat janë shoqëruar edhe persona të tjerë që mund të kenë patur dieni në lidhje me ngjarjen e rëndë. Viktima në momentin e krimit ka qenë me bashkëshorten e tij në makinë, ndërsa autori i arrestuar ka qenë me disa shok. Këta të fundit kanë thënë përpara grupit hetimor se kanë tentuar t'i ndajnë, por nuk ja dolën dot. Por për shkak se ata nuk e denoncuan ngjarjen në polici, gjatë pasdites së të martës përfunduan pas hekurave, pikërisht për mos kallëzim krimi. Në pranga përfunduan 26 vjeçari Lorenz Goga dhe 23 vjeçari Fation Kulla, të cilët menjëherë pas vrasjes së 57 vjeçarit u larguan nga vendi i ngjarjes. Ndërkohë burime bëjnë me dije se pas sherrit verbal, autori fillimisht është larguar disa metra, por më pas është rikthyer dhe e ka goditur edhe një herë në kokë Ndoun, duke e lënë të vdekur. Nga ana tjetër, Andi Vokri, i cili në momentin e krimit ka qenë në efektin e alkoolit, para efektivëve të policisë, mohoi ta ketë qelluar për vdekje me çekiç Ndoun. Ai tha se janë përplasur verbalisht për shkak të fërkimit të makinave. Prokuroria e Përgjithshme ka mbyllur verifikimet e thelluara për gjyqtaren Irena Gjoka, nga ku ka rezultuar se ajo ka qenë e dënuar në Greqi për falsifikim të dokumenteve në pasaportën e saj. Njësia e dekriminalizimit ka përcjell në Këshillin e Lartë Gjyqësor gjetjet, ku përfshihen vendimi i dënimit të gjyqtares dhe vendimi i arkivimit të dënimit, i marrë nga prokurori grek pasi nuk është ekzekutuar dënimi i dhënë për Irena Gjokën. Tashmë do të jetë Këshilli i Lartë Gjyqësor që do të vendosë mbi fatin e Gjokës, si organi që duhet të vlerësojë nëse Gjoka është ose jo në kushtet e ndalimit si gjyqtare, sipas parashikimeve të ligjit të dekriminalizimit. Shefi i reanimacionit në qendrën spitalore universitare Nën Tereza sqaroi këtë të martë probleme që shkaktoi ndërprerja me energji elektrike. Ai tha se disa nga pacientët u zhvendosën, por fatmirësisht asnjë prej tyre nuk është vënë në rrezik për jetën. Ikja e dritave në reanimacionin qendror të QSUT-s ka shkaktuar kaos për stafin dhe familjarët mbrëmjen e të hënës, pasi mungesa e energjisë elektrike paralizoi punën në repartin më kritik të spitalit. Pas kësaj ngjarje, shefi i shërbimit të reanimacionit në QSUT, Krenar Lila, sqaroi se asnjë prej pacientëve që ndodheshin të intubuar nuk i rrezikua jeta. Pika më delikate që prek ndërprerja e dritave në spitalit ton është trajtimi i cëmurëve në njësitë e terapisë intensive. Dhe aktualisht në këtë spital ndodhen 2 njësitë të terapisë intensive, njësia terapisë intensive të cëmurëve klinik, ku ishin të hospitalizuar dhe merrnin trajtimin përkatës 22 cëmur, ndërkohë që kemi dhe njësinë tjetër të terapisë intensive kirurgjikale, ku trajtojnë cëmurët pas operacionit. Në kushtet e ndërprerjes së dritave janë të gjithë me një pajisje backup. Do me thënë që siguron funksionimin e tyre të plot me energji të akumuluar. Sipas mjekut Lilaj, vendimi për transferimin e pacientëve në një tjetër pavion ishte i nevojshëm për të shmangur rënien e njëkohshme të funksionimit të pajisjeve mbështetëse të energjisë. Për të shmangur rënien apo mos funksionimin e njëkohshëm të disa
aparateve respirator, vendosëm kalimin e të smurve në godinën tjetër të spitalit, apo në njësinë e terapisë intensive të spitalit ngjitur, ku zhvendosja e smurve u krye vetëm 20 metra më larg, duke siguruar vazhdimin e trajtimit edhe në kushtet e reja të reanimacionit të ri. Gjithashtu mjeku Lila ju ndalet edhe te i dënuari Mihal Mërkuri, i cili ndroi jetë në orët e para të mëngjesit të së martës. Rasti ngriti pikpyetje nëse ndërprerja e energjisë elektrike ishte një faktor që ndikoi në humbjen e jetës, por shefi i urgjencës siguroi se gjendja e pacientit ishte e rëndë që në ditën kur u shtrua pasi vuante nga ciroza. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur dhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.